do të dëgjoni se sa milion euro kërkonte Faik Imeri tek familja e Hashim Thaqit përmes Halit Sahitajt. Për çka do të përdoreshin këto fonde? Imagjinoni, do thot Faik Imeri i thot Halit Sahitajt se ti do të shkojsh te familja Thaqit, edhe të tjerë, do kërkojsh miliona euro, sepse na u kanë shtërru fondet e zeza të cies amerikane për ta financu prokurorinë speciale në Hag dhe për të pagu dëshmitar të rrajshëm. This person has declassified me, and I wanted to say that although I was for 9 months in Spain in prison, and I never declassified the name of this person. Shumë shkurt dhe ke jo ashtu si thashuna. So this is in short. Në rregull, okay. E kupton. Urdhë dhe njerë. And I take it the 9-month imprisonment in Spain was between October 1st, 2020 and now. Me shkuptoj unë kjo qëndrimin burg që keni qenë për 9 muaj në Spanjë, ka qenë bas 2020-ës, do më periudhën nga tetori 2020-ës deri tani? 15 dhjetor 2020-ës deri me 16 shtator 2021-ës. So it was 15th of December 2020 to 16th of September 2021. Për nimën si abona cies. Si? Për punën si kom ba për agentin e CIA-s, unë kom hyn burg, edhe kur se kom përmend, e kom majt burgun dhe se kom përmend CIA-n. Po as në këtë rast nuk e kisha përmend me Kosovë, me Serbi, po ai më ka desklasifiku. So all this time, I did not say anything about working for CIA, although I suffered the prison term, but now it is him, so working for him in Kosovo, but now it is him that is declassifying my name. And although it's not the most important aspect of our conversation, can I ask you if the 9 months in prison was a sentence for something you were convicted of, or a period of time you spent in custody while a case was pending? Desha të pyes ky 9 muaj që kalove në burg në Spanjë, ishte se u dënove edhe vojtë dënimin apo thjesht ishte paraburgim që të mbajtën? Paraburgim edhe më kanë çu me financë, më mbrojt në liri. It was a detention, and they released me on bail to defend myself in freedom. And it was a financial gain. So what was the nature of the what was the nature of the charges which you were held in detention? Cila ishte natyra e akuzave për cilat jeni mbajtur në paraburgim? Si thojnë gjermanisht di mi thonë ose extorsion. Si kishe ja kom bo një rusi një extortion, edhe e kanë kapon se unë kom një jetë shumë, do më thonë paka shumë ma luksoze, edhe kanë futu edhe pastrim parave, po aty s'ka asgjë, unë i kom krejt në rregull. So it was extortion against a Russian person, and also they were using that, they were claiming that my lifestyle is a little bit luxurious, claiming that I was money laundering. Laundering money, but I have all papers in order. Okay, and is that case resolved or is that charged? Është zgjidhur kjo çështje apo akoma janë akuzat? Jo, janë akuzat, do të pres një gjyq, do më thonë do të dalë para gjykatës, vetëm kjo mund më shku 1 vjet, 2, 5, në Spanjë shumë zgjatë kjo punë.
So yeah, the charges are pending. So I'm waiting for trial. It might take a year, 2 years, 5 years. I don't know. Okay. Po në asnjë moment se kom përmend bashkënimin me CIA-n, kur edhe kisha nejt 10 vjet në burg se kisha desklasifiku. Po që ky person ka desklasifiku mu, ku ma rrezikon jetën? And I never thought about mentioning CIA, declassifying it, even if I stayed in prison for 10 years. But this person who is declassifying me. Sepse ky personi i CIA-s mund ka thonë para një kohe se kemi probleme shumë me dëshmitarët në Hag që janë kundër këtyre që janë të arrestuar. Për ktheu. So the CIA agent that told me that there are problems with the witnesses against the people who are now in custody in the Hague. Edhe ai më ka thonë se duhet m'ia lyp familjes të Hashim Thaqit 100 milion euro dhe bashkëpunëtorëve tina për me mblu do shpenzime se si po duket është situata shumë dobët edhe do të lëshojnë ata pe burgut se dëshmitarët nuk po mujnë mi pagu dëshmitarët. Mos harroni kanalin ton në YouTube me Milajm Zeken.